të shtoja dhe diçka tjetër, çfarë folsi më përpara ka. Pjesëmarrja në protestë nuk është opcion, është detyrim ndaj aktërëve. Sot po shkruhet historia e Shqipërisë dhe secili duhet të vendosi nga cila anë e historisë do qëndrojë. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, vendosni në cilën anë të historisë duhet të qëndroni, sepse është detyrë e jona për atë të jemi këtu sot më pas se kur. Faleminderit me tani. Atë gjohë më bëjo. Unë jam Zmiani, jam nga Peshkopia, vim në rejtë Shqipëri, kam studiuar në Shqipëri, 4 vjetë kam që jam këtu, jam i ri këtu në Zvicër. Por pas e të them, ato që kisha mendu, marrë shkas nga motra, për pjesën e Parlamentit Evropian që ka deklaru që në qëfë se nuk zbatojt e ligji 2024, nuk mbjellë kapitulli. Unë e kthej edhe më para, historinë edhe kur ishte momenti që Spaku me drejt kërkoi autorizimin për heqjen e imunitetit të Pallukut. Edhe ato delegumit e BE-s ishin në Shqipëri edhe e thanë të zeza në të bardhë. Nëse Palluku, testi Palluku është testi më kritik i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe këto si të marrë e refuzuan pa ngritën ato kartonat e pa amnesti si ngritën. Edhe me thonë, unë i kam humbur shpresat për BE. Unë personalisht, jo vetëm unë, por shumica edhe nuk kemi as shetuar mbi BE. Ne tuami Shqipërinë para, pastaj shohim të bëjmë për Bashkimin Evropian. Unë personalisht jam shumë realist. Unë nuk du të përhapur këtë frymën e pesimizmit, ashtu siç e konceptoj dhe e kuptoj unë situatën që po ndodhet Shqipëria, ka 2 skenare që ky sistem të rrëzohet. Skenari i parë tërheqje, siç e thash, nuk është pesimizëm, thjesht realitet. Ky tërheqje nuk e jep për një arsye sepse e din se çfarë e prek. Mos e nënvesoni. Ky e ka kriju situatën është aq i implikuar, saq unë besoj që më mirë bën vetvrasje, edhe më falni për shprehjen e thëmë që se bën vetvrasje, sepse na shpëton gjithë. Edhe e dyta është që të tërhiqet zvarr. Unë mendoj që kjo është skenari më realist, edhe do i bëjmë nëse ky merret zvarr nga zyra, do i bëjmë edhe këtij, sepse nuk do ketë justifikim, nëse bandat e shohin që do merret zvarr, ti do thotë ore morën zvarr, s'kam çfarë bëj. Edhe dytë do i bëjmë der Shqipërisë, sepse ky unë mendoj që kjo është keqbërësi më i madh që i ka ndodhur në historisë kampit shqiptar, që nga Pellasku, që nga Arbrit, që nga i lirët, Arbrit dhe sot shqiptarë. Aq çfarë konceptoj. Tani unë shoh edhe që kemi shqiptarë rreth të Kosovës, edhe unë kam qenë 2 herë në Shqipëri, edhe në datën 20 qershor që ishte më e madhe për nga statistika më e madhe që ka pas Shqipëria në histori, edhe në korrik e madhe në datë kategorik. Tani unë du të bëj një thirrje, sepse ato që janë atje që ato i kanë thënë nga ne, unë e kam parë vetë, është eksperiencë personale. Kam qenë thashë edhe datë me 20 edhe me datë 4. Kur marshuam ishim shumë pak. Nuk diskutohet që ishim shumë pak, sepse në diasporën ndërhyrin shumë shpejt pas protesteve. Edhe ishin shumë pak, po njerëzit kur arritëm ne, kur kalonin rrugën, njerëzit na shifshin me lot në sy. Edhe kjo tregon shumë se ata i kanë syr nga ne. Por shumë arsye që i kanë syr nga ne, se e dinë që ne që jemi këtu kemi një perceptim tjetër mbi demokracinë, kemi me horizont më të qartë, edhe na shohin si shpresë. Prandaj unë do marr si shembull Romaninë në vitin 2017-2018, edhe Romania ka pas SPAK, quhet SPAK nëse strukturë antikorrupsion. Edhe në Romani pa sukses protesta, po pas shumë muajsh protesta, diaspora e Romanisë, diaspora e Rumunëve sparkoi në Bukuresht, 60.000 rumunë sparkuan në Bukuresht. Kjo tregon që kemi një precedent. Patjetër Shqipëria është historike, por unë bëj thirrje
E kuptoj, shumica kanë qenë, po ideja është që bashkohemi sikur 10.000, 20.000 të derdhemi në sheshet e Tiranës, dhe jam I bindur që të ketë impakt mbarkombëtar. Është edhe për Europën, sepse në fundit ne atje kemi aspirate për Europa. Edhe diçka që më ka vrarë mua shpirtërisht, unë vetë personalisht jam rapsot, kam kënduar Adel Jashari, kam kënduar gjithë atyre që kanë dhënë jetën për Samur që e shohim këtu. Edhe kur dëgjova pasi Dritan Goxha doli me deklaratën me 5 pikat kryesore për protestës, doli ka ulën balla dhe I quajti u luftëtar duçekës mercenar. Imagjinoni kush flet për mercenar. Këto politikanë që nëse nesër pas nesër vinë puna për luftë, këto janë të parët që janë batin. Këto janë të parët që marrin rrugët e Izraelit, andaj kanë gratë ngrohta, sepse unë besoj që kështu si ka arrit puna edhe shtetet e botës nuk e pranojnë më as pratik politik. Prandaj kur isha në Zvicër, ishte një motiv edhe më I fortë që shkosha prapë që isha në shesh. Prandaj them që mos e nënvestoni këtë thirrjen që u bëra që mundësisht në fund nuk po themi datë të saktë. Unë kam një grup, jemi grupet e diasporës që jemi organizuar me grupet e WhatsAppit, e di që është shumë e vështirë sepse unë ndjej vetë që shumë patronazhista futen nëpër grupe, këto janë aq të organizuar se po bëjnë pamundurën për më na përçarë. Prandaj mos e neglizhoni. Shpresoj që të jetë mision I mundur, që në fund të kushtit gjithë shqiptaria në gjithë diaspora të sbarkojë në Tiranë. Do njëri I bën pite vetë pasi ka mundësi që 10 ose 20.000 të sbarkojnë një ditë. Nuk është vetëm një ditë. Sbarkimi domethënë mund të jetë nga ajri, nga toka, nga deti, me makina, me autobusa, me aeroplan. Në një rang kohor prej 3-4 ditësh ose një javësh. Qëllimi është që në një ditë të vetme të sbarkojmë në Tiranë dhe t'i tregojmë atij se populli shqiptar nuk është vetëm, ne mendojmë për Shqipërinë, ne mendojmë për popullin shqiptar dhe kokën e kemi gjithmonë pas. Faleminderit për pjesëmarrjen, shumë faleminderit ju.